Kryebashkiaku Edi Rama vijoi fushatën elektorale në njësinë bashkiake nr. 2, ku prezantoi kandidatin e Aleancës për të ardhmen, Artemon Cukalla. Zoti Rama bëri një analizë të gjendjes aktuale të Tiranës, duke e krahasuar me gjendjen e kryeqytetit 10 vite më parë. Rama premtoi se do të vazhdojnë projektet për një Tiranë europiane, ku do të shtohen rrugët, shkollat, parqet, gjelbërimi si dhe linjat e reja të transportit. U kemi dhënë qytetarëve të Tiranës më shumë se gjysmë milioni metër katror trotuare tërësisht të ridërtuara. Vetëm 4 semafor, 4 ndizeshin në rrugët e Tiranës që dhunonte dhe sundonte Saliu. Janë në punë 53 të tillë dhe janë rimodeluar 4 kryqëzime të mëdha, e ndërkohë është ndërhyrë në 347 pika kyçe për qarkullimin. Më tej, Edi Rama pohoi para banorëve të njësisë nr. 2 se 8 maj do të jetë një ditë me rëndësi kombëtare në aspektin e vendimarrjes, pasi qytetarët do të vendosin për të ndryshuar politikën kombëtare mbi territorin. Është shumë e rëndësishme që të gjithë qytetarët ta shohin 8 majin si ditën kur duhet të marrin pjesë në një vendimmarrje me rëndësi kombëtare. Është dita për të ndryshuar rrënjësisht politikën kombëtare mbi territorin. Qeni çfarë ndodh nga ana tjetër. Në Kashar, në Paskuqan, në Kamë, janë realitete drejthuese që janë në fakt modeli i menaxhimit territorit Saliut. Modeli primitiv, modeli i këpurdhëzimit. Zoti Rama u shpreh mes të tjerash se vota për koalicionin Aleanca për të ardhmen në zgjedhjet e 8 majit është mjaft e rëndësishme për të vazhduar projektet e nisura në njësinë bashkiake nr. 2 dhe gjithë kryeqytetin.